Si një mbijetuar e kancerit, ajo e përshkruan komplet udhëtimin e saj përmes detektimit, luftimit edhe përballimit të kancerit. Do e kemi promovimin, siç e thatë ju, të librit të Mira Kazhanit, Një ditë tjetër, një rrëfim fantastik të mbijetesës së kancerit, i cili e ka pushtu këto trojtë shqiptare me librin e saj, dhe ne dashtëm gjithsesi mu kanë pjesë e atij promovimi që ta bijmë sa më afër lexuesve tanë, dhe së bashku me Mirën, si ne falenderojmë shumë, kemi vendosur të bëjmë edhe një promovim në Prishtinë, pra me 2 shkurt, hanën në ora 17. Cila është tema që ka trajtuar zonja Kazhani? Zonja Kazhani është një nga podcasterët më të njohura në trojtë shqiptare, ndoshta edhe më gjerë, por tema e saj është komplet diçka tjetër. Si një mbijetuar e kancerit, një fjalë që ajo do e urrente, që e përmend edhe në libër, por ashtu i referohemi njerëzve që e kanë mbijetuar kancerin. Si një mbijetuar e kancerit, ajo e përshkruan komplet udhëtimin e saj përmes detektimit, luftimit edhe përballimit të kancerit. Është një libër tërësisht emocional, personal, tepër i gjallë dhe e tregon mendimin e saj në kohë reale. Është i shkruar përmes vetëm një numër të shkurtë të ditëve. Praktikisht janë ato e përcjell mendimin e saj në kohë reale, tu i ndodh senet që janë tu i ndodh, edhe është e shkruar aq bukur edhe aq thjesht, sa unë mendoj që çdo njeri që e njeh dikon që ka kaluar kancerin, që kemi shumë të tillë, edhe unë kam në familjen time të tillë, e gjen veten tek ajo. Është një libër fantastik. Pra mund të shërbej për shumë qytetarë tjerë cilët mund të përballen me këtë situatë, lloj frymëzimi që të vazhdojnë rrugën me përballjen me këtë sëmundje dhe të mos dorëzohen, sepse munden që shumë lehtë t'ia dalin bandë dhe ta mposhtin atë. Absolut. Kanceri është një sëmundje që mund të kapë gjithkën, në çdo moment. Nuk është diçka që prek vetëm të moshuarit apo njerëzit me sëmundje tjera kronike, është diçka që nëse statistikave është u besohet 1 në 3 persona gjatë jetës vet do e ketë në një formë apo në tjetër. Dhe të kemi faktin të shohim se si dikush që ka kaluar atë, si mendon, si e proceson, si lufton me padijen, si përballon atë procesin e të mësuarit për një sëmundje e cila është tepër e rëndë për të kuptuar dhe për të përballuar në të njëjtën kohë, është tepër inspiruese dhe besoj që do i ndihmoj secilit që edhe nëse e ka dikën afër që kalon një gjë të tillë, nëse është vetë në të njëjtën pikë ose ishte, apo vetëm si informacion se si duhet të sillet apo duhet të mendoj një kohë, Kazhani i bën gjitha. Çfarë teknike të shkrimit ka përdorur në këtë rast zonja Kazhani? E ka pasqyruar ditë për ditë përballjen e saj me sëmundjen apo fokusohet kryesisht në faza më të gjera? Është e fokusuar në 2-3 pika kryesore, por ata janë në një kohë shumë të shkurtë. Domethënë duket si një shkrim ditaresk, i cili shkon prej datës në datë, por të gjitha datat janë brenda 1 apo 2 muajve të shkruar. Dhe si të tillë, kjo duket si një kombinim i shkrimit të ditarit, mendimeve të saj personale në kohë reale, dhe në të njëjtën kohë e tregon ato fazat ku ajo ka pas impakte më të mëdha emocionale. Ne jemi duke fol bashkë ditën e detektimit të sëmundjes, konfrontimit me familjarët e saj, atë lajmëroi prind për këtë gjë apo jo. Janë krejt të senet që secili njeri e kish kaluar në njëjtën pikë si ajo, dhe ajo nuk fokusohet në senet e ndërmjetme, por në ato pikat kryesore. Po në të njëjtën kohë ato pikat kryesore ndodhin literalisht brenda 1 ose 2 muajve.